prita me shumë knetësi ftesën. Shkruva materialin, posaçe për Zylin, pra takim me Rozafen, po mendoj ishte një mesazh që Shkodra nuk des. Shkodra nuk ka ajo që thojnë ata dasha keq për Shkodrën. I materializum artistikisht, po mendoj që publiku e laj impaktin. Jam i kënaqur, sidomos kur ke laj partnere si Zylin këra. Në total është numri 20 që kena bashkë në karrierë dhe kjo është i treti takim me Rozafen. Shkodra është dashse, i takon, është mretnesha humorit edhe i shkon për shtat edhe ky tubim i cili është marrë kombëtar edhe quhet Festivali i Humorit Shkodran. Nata sunde për ligji do të ketë, regjizori ka tentuar, më duket se ja ka arrit me pas një amalgam gjanë rolesh dhe karakteresh, edhe uroj bile që i t'lirohet i fije teatri, se kjo atë tempulli i madh ka fanelen e rand, mirë po ka dynje pa dasht me fy kërkën, ka dhe krune, ka dhe rubajire. Unë jam i mendimit të arrujmë teatrin, kjo është tempulli i madh, ka neri kombit. Kam përshtypjen në sensin e dashamirësisë gjithmonë, tham, duhet një ndërtesë tjetër me që fry valvulen, me pas koncertet të tipit të Inva Mulç, tjera, trup stone, trupave të zgjalluna, se edhe për personelin që është, edhe për emnin që ka, kjo është tempulli i nivelit natë, sa unë u banë 50 sa vjetë matëm shumë kur dalën këtë skenë, kam përshtypjen se është imediate pra, mu liru edhe me elan teatrin me këtë emën, me këtë cilësi, duke zgjell her pas her, edhe duke evidentu artistat tri që Shkodrës nuk i muhojnë.